Pra fjala paradoks në kupton që dy situata të ngjashme s'mundën me ekzistu në njëjtën kohë. Pra nuk mund të kemi situata ku edhe ne kemi shumicën prej 61 deputetëve për ta votuar kryetarin, por edhe opozita ka shumicën e 61 deputetëve për të votuar kryetarin. Kjo është situatë paradoksale. E ne, kjo është logjika e opozitës në fakt. Ata po e kërkojnë këto. Që të hyjmë në një logjikë paradoksale e cila nuk na çon askund. Ne jemi të interesuar që të zgjedhim institucione. Jo që mos më përsërit një situatë e tillë si keni vepruar, a ka me pas thotë politike? Ne jemi të gatshëm, kryesuesi i seancës besoj që do t'i ftoj edhe një herë partitë politike në konsultime, ne jemi të gatshëm çdo herë do të marrim pjesë në këto konsultime, siç edhe kemi marrë pjesë deri më tani, u takon partive tjera, shpresoj që në thirrjen tjetër për konsultime të marrë pjesë edhe LDK-ja, jo sikurse sot që nuk ishin në këto konsultime, dhe që të ketë një dakordim dhe të ecim përpara. Zoti Murati, për të dakordu zoni me këtu jo vetëm një alon kryesuesit të kuvendet, pasi që të njëjtët opozita në këtë rast po thotë që është shkelje rregullore dhe nuk është një mandat që kryesuesi i seancës me indira ata në takim. Si lëvizjeve të vendosja, jeni të gatshëm që secilin prej partive, me që po kërkoni edhe marrëveshje politike për me e votu krye parlamentarit, a jeni të gatshëm që secilin prej partive me i ftu si lëvizjeve të vendosje edhe me diskutu për mundësinë e votimit të krye parlamentarit, jo vetëm me dalë në konferenca dhe me thonë i ftojmë, por me i ftu tamam edhe mund me u diskutu. Po besoj që kryesuesi i kuvendit u dërgon ftesë zyrtare. Por sa i përket asaj se a është shkelje e rregullores apo kushtetutës, kjo tashmë është me vetë faktin që nuk po konstituohet kuvendi, do të thonë është në shkelje, sepse kushtetuta kërkon që kuvendi i prodhuar nga rezultati i certifikuar nga KQZ, mund të kemi mos pajtime aty gjithë, edhe ne kemi ankesat tona për disa vota me post. I kemi bërë të qarta, por megjithatë ky është rezultati që ka certifikuar KQZ dhe tash ky rezultat pra duhet të shkojë tutje përderisa nuk ndryshon diçka nga organet e rendit. Me këtë rezultat duhet të konstituohet kuvendi. Këtë po e refuzon opozita. Prandaj është e nevojshme që kryesuesi t'i ftoj. Përndryshe po të konstituojë kuvendi, po të respektojë rezultatin zgjedhor dhe dispozitat ligjore kushtetuese, s'do të kishte fare nevojë që kryesuesi t'i ftonte. Ndër vite lëvizja vetë vendosje nuk e ka votuar në histori asnjëherë kryetar të kuvendit, përderisa po vazhdoni me akuzu opozitën. A ka qenë edhe atëherë kuvendi shtëpi e demokracisë? Ka qenë çdo herë dhe vazhdon të jetë. Ne atëherë kemi insistuar, pra që të bëhet një gjë e tillë, kemi insistuar që shumica duhet ta formojë edhe konstituimin e kuvendit, por kemi interpretimin e gjykatës kushtetuese, që atëherë për neve ka qenë fatale edhe për demokracinë, por është një aktgjykim i tillë dhe praktika e tillë duhet vazhdojë. Tash nuk mund ta ndryshojmë sa herë që opozitës si konvenon. Apo jo? Për propozimin të shtëjnë uaja. Por, kush në qika një